Kreu i shtëpisë së bardhë Donald Trump ka rikthyer retorikën mbrojtëse ndaj prodhimeve amerikane, këtë herë duke vënë në shënjestër industrinë e filmit. Me një njoftim të bërë publik në platformën e tij, ai deklaroi se filmat e xhiruar jashtë Shteteve të Bashkuara do të përballen me tarifa të larta, konkretisht 100%, duke justifikuar këtë me nevojën për të mbrojtur sigurinë kombëtare dhe ekonominë amerikane. Trump akuzon vendet e huaja për krijimin e një skeme të mirëorganizuar që tërheq regjisor dhe studio me oferta joshëse, duke larguar kështu prodhimin filmik nga Shtetet e Bashkuara. Në të njëjtën kohë ai shpreh shqetësimin se përveç humbjes ekonomike, këto prodhime bartin edhe mesazhe që ai i cilëson si propagandë. Ende nuk janë dhënë detaje konkrete se si do të zbatohet kjo masë, nëse do të përfshihen edhe platformat streaming apo vetëm filmat për kinema. Gjithashtu nuk është sqaruar nëse tarifat do të prekin edhe kompanitë amerikane që prodhojnë jashtë vendit. Në krah të Trump, sekretari i tregtisë Howard Lutnick është shprehur se institucionet janë të gatshme për të nisur zbatimin e tarifave, por shumë pikpyetje mbeten ende pezu.